Bashkia e Pogradecit ka përfituar një mjet të ri zjarfikës dhurat nga Bashkia e Vismarit në Gjermani, me të cilën Pogradeci ka prej vitesh marrëdhënie binjakëzimi dhe bashkëpunimi. Automjeti i zjarfikës ju dorëzua personalisht kryetarit të Bashkisë Pogradec nga kryebashkiaku i Vismarit Thomas Beyer, i shoqëruar nga kryetaria e Këshillit Bashkiak të këtij qyteti. Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë Pogradec falenderoi autoritetet dhe komunitetin e Vismarit për këtë gest miqësor. Në këtë kohë që jetojmë, sigurisht që një mjet i tillë do t'i bëj shumë punë Pogradecit. Inshallah, Zoti na ndihmon që mos e përdorim, po patjetër që do na duhet, sidomos ky lloj mjeti që është i përshtatshëm për familjet ose për shtëpitë e vjetra të Pogradecit, për qytetin e vjetër, me qëllim që mjetet e mëdha ndoshta nuk do hynin dot. Ky mjet është i pavarshëm për të hyrë në këto zona. Kjo është zjarfikësia e dytë që Bashkia e Vismarit i dhuron Pogradecit, ndërsa bashkëpunimi mes dy qyteteve është trirë ndër vite dhe në fusha të tjera, si shkëmbimet kulturore dhe aktivitetet e përbashkëta mes të rinjve, duke forcuar më tej lidhjet e miqësisë mes dy komuniteteve.